Pas Krishtlindjes. Një kur për mërzitjen pas Krishtlindjes. Shpirti im e madhëron Zotin dhe fryma im ngazëllen në Perëndin, shpëtimtarin tim. I mbushi me të mira të uriturit dhe i ktheu duarbosh të pasurit. Luka 1, 46 deri në 47 dhe 53. Ato pak ditë mes Krishtlindjes dhe Vitit të Ri na mësojnë diçka të thellë në lidhje me dëshirat e shpirtit tonë. Ndodh shumë shpesh që na duket se kremtimi dhe gëzimi i ditës së Krishtlindjes vijnë dhe shkojnë sa hap e mbyll syt. Pas një pritjeje kaq të gjatë, mund të ndihemi sikur tani na kanë mbetur thjesht fjongot dhe mbështjelljet që duhet të pastrojmë dhe kthimi te rutina e jetës. Pse Krishtlindja duhet të vijë të shkojë kaq shpejt? Pastori dhe teologu Sinclair Ferguson hedh vështrimin pas në fëmijërinë e tij dhe kujton se kur isha fëmijë, Krishtlindja dukej sikur vdiste çdo vit para se të shkoja të flija më 25 dhjetor. Pritja dukej e gjatë, ndërsa përjetimi tepër i shkurtër. Madje u përpoqja që t'i mbështillja sërish dhuratat e mia dhe t'i hapja ato mëngjesin tjetër. Për fëmijët dhe për të rriturit, magjia e kësaj stine festimesh dhe trazimit të emocioneve nuk zgjat kurrë, sepse vetë kjo ditë thjesht na tregon drejt asaj që C.S. Lewisi e përshkroi si magjia më e thellë që para agimit të kohës. Kur vetë nëna e Jezusit i këndoi lavdërime Perëndis teksa priste lindjen e Krishtit, ajo shpalli. Ai i mbushi me të mira të uriturit. Kjo ka qenë gjithmonë përvoja e popullit të Perëndis. Psalmisti këndoi se si Zoti ka ngopur shpirtin e etur dhe e ka mbushur me të mira shpirtin e uritur. Megjithatë, kjo nuk është përvoja e të gjithë njerëzve. Ka pasur gjithmonë nga ata që endeshin në përshkretëtir, saqë të uritur e të etur, jeta e tyre po ligështohej. Kjo është gjendja jonë larg Krishtit. Ne endemi kuturu, në tokë të thatë dhe të djegur, pa ujë. Pa të, lehtësimi është i paarritshëm, ndërsa ngushëllimi dhe rehatia nuk janë gjë tjetër vetë se një ëndër e largët. Nuk ekziston askush që të mos e ketë ndjerë dhimbjen e pritjes dhe të dëshirës së paplotësuar. Kjo është thjesht mënyra se si na ka krijuar Perëndia, të dëshirojmë dhe të digjemi për diçka më të madhe se ne. Problemi, sigurisht, është se ne përpiqemi që t'i përmbushim ato dëshira me diçka që kemi përpara. Disa prej nesh presin që Krishtlindja t'u përmbush ato dëshira, sa herë që kalendari kalon nga nëntori në dhjetor. Mirë po Krishtlindja nuk do t'ja dalë që ta bëjë këtë. Dëshirat tona shkojnë më thellë si një ditë vetëm e gëzuar ose javë që e shoqërojnë atë. Arsyeja që as gëzimi i stinës së Krishtlindjes nuk mund të na kënaqë është se ne vetë jemi krijuar për Perëndin, i cili e bën Krishtlindjen kuptim plot. Nëse përpiqemi që të jetojmë dhe të festojmë të shkëputur prej tij, dhe të gjithë ne do ta përjetojmë tundimin për t'u kapur nga konsumizmi i kësaj stine, asnjë dozë gëzimi festash nuk mund ta mbush bështllëkun që ka mbetur. Siç na kujtoi Agustini, Perëndia na ka bërë për veten dhe zemrat tona nuk gjejnë prehje derisa prehen tek ai. Lajmi i mirë është që Perëndia i ka hyrë punës së ndryshimit të zemrave, duke i ofruar jetë të re popullit të tij. Ai na ndriçon mendjet me të vërtetën e Ungjillit. Nuk kemi më nevojë që të përpiqemi dhe të punojmë për të arritur pranimin prej Perëndis, sepse në Krishtin gjendet një drejtësi e cila na llogaritet neve përmes besimit në të. Ai i çliron zemrat tona nga robëria e mëkatit. Ai la ndjenjat tona të çrregullta dhe më pas na motivon dhe na mundëson që të jetojmë në dritën e së vërtetës së fjalës së tij, për të zbuluar se në Krishtin ligji i tij është shtegu drejt lirisë dhe gëzimit dhe jo një kufizim. Me fjalë të tjera, Perëndia punon në atë mënyrë që ne të fillojmë të duam atë që ai do. E gjitha kjo vjen nga operacioni hyjnor i zemrës, kur i gjithë pushtetshmi e përmbush premtimin e tij
për ta hequr nga mishi juaj zemrën prej guri, për t'ju dhënë zemër prej mishi. Sipas këngës së Maris, në një akt ironie hynore, Perëndia i mbushi me të mirat të uriturit dhe i ktheu duarbosh të pasurit. Ata që nuk janë të vetëdijshëm për nevojën, që janë të vetkënaqur dhe këmbgulin, unë thjesht nuk jam i uritur, Perëndia i largon. Por të gjithë atyre që e pranojnë nevojën e tyre, që e ndiejnë urinë, Jezus ju thot: unë jam buka e jetës. Ai që vjen tek unë nuk do të ketë uri, dhe ai që beson në mua nuk do të ketë më kurrë etje. Tani dita e madhe është në të shkuarën. E gjitha ajo punë përgatitore gjatë dhjetorit, ose ndoshta që nga shtatori, e ka arritur kulmin e saj. Shumë shpejt do t'i heqim zbukurimet, pema do të paketohet dhe janari do të ketë ardhur. E gjitha kjo është mirë, sepse ne nuk jetojmë për Krishtlindjen, por për atë që lindin në Krishtlindje. Aspekti i mahnitshëm i të qenët ndjekës i tij është se ajo që është më e mrekullueshme në ditën e Krishtlindjes mbetet e vërtet çdo ditë. Jezusi është Emanueli juaj. Jezusi është ai që të jep gjithçka që të nevojitet. Ai që e përmbushi çdo premtim të Perëndisë dhe që e mbush plot me të mira çdo ndjekës të tij. Pra, tani që e kemi lënë pas ditën e Krishtlindjes dhe me një vit të ri që shumë shpejt do të agojë, ndoshta sot është një ditë e përkryer për t'i thënë Emanuelit tënd: Jezus, ti je i vetmi që mund të më mbushësh zemrën. Mbi të gjitha, më shumë se dhuratat dhe ushqimet e kësaj stine, më shumë se gjërat që synoj të bëj dhe të jem në vitin që vjen, dua që gëzimi yt të më mbush dhe të më forcoj. Kërkoja atij me besim dhe ai me siguri që do ta bëj.